Skanderbeu, pas u kthye nga Roma, vlodhi nga çdo anë dhe bashkoi në një vend një ushtri shumë të madhe dhe forca të papara të fuqishme. Tek ai erdhën gjithë sundimtarët, aleatët dhe e fshinj rreth e rrotull. U grumbulluan dhe po grumbulluheshin çdo ditë gjithë popullsitë, si prej Epiri dhe Maqedonie, si prej Ilirie dhe Dalmacie. Kështu që, kur më parë, si mbledhur prej tij një ushtri më e madhe, as prej luftëtarësh më të fortë në më trima. Këtë ushtri Skanderbeu e ndau në dysh. Në kryet e njërës vuri princin Lek Dukagjini, burr aq i rrahur në punë të luftës, sa edhe Fatmat. Kurse në kryet të tjetrës Nikol Monetën, fisnik prej Shkodre, burr shumë të re. Këta, duke i drejtuar forcat prej Lisos, përmes fushave të matit dhe pyllit të Jonimeve, do ta sulmonin armikun nga kjo anë. Përkundrazi, ai vetë, duke u drejtuar së bashku me forcën tjetër të luftëtarëve, kalorsve dhe këmbësorëve, po do sulmonte nga ana tjetër, ku Ballabani ishte vendosur një roje shumë të fuqishme dhe të armatosur. Pasi mori fund kjo punë dhe u rregulluan kështu forcat, Skanderbeu u nisi pari kundër armikut. Kur arriti me ushtrinë pranë malit të Krujës, i shpun me njëherë lajmin se Jonima, i vllai i Ballabanit, po vraponte së bashku me një fuqi të shënuar turqish në drejtim të vllait, me qëllim që të bashkohej me të, dhe siç thuaj, e kish kaluar tani më malin e Bullgarit. Skanderbeu, kur e mori vesh këtë, zgjodhi pa vonesë lulen dhe ajkën e ushtarëve. E pasi la atje pjesën tjetër të ushtrisë, vazhdoi për tërë natën me shpejtësinë më të madhe në drejtim të Jonimës, të cilin edhe e sulmoi pa pritur dhe i dha dërmën e Haratit, duke e zënë të gjallë së bashku me të pirin e derë. Prej këndej, natën e pa të shpejtësi, u kthye në kamp të vet fitimtar. Në mëngjes mori Jonimën së bashku me të birin Heder dhe ja tregoi së largu vllait për t'i parë. Pastaj, pasi shpartalloi rojën e armiqve dhe u bë zot i malit të Krujës, në gjithë fitimtar mu në majtë e tij. Ballabani, kur e mori vesh këtë, i dëshpëruar krejt për fitoren kundër Skanderbeu, për të cilit e kishte marrë sa e sa herë Haratin dhe ishte shpartalluar, i turbulluar keq prej zekthave të Marsit. Dha kalit të rinat tërbim dhe u lëshua së bashku me disa ushtarë, si ndonjë gjendosur i çmendur, gjerte muret e të portat e qytetit të Krujës. E ndërsa po përpiqej me të madhe dhe kërkonte, me zotime dhe sigurime të shumta, nga kryetanët dhe ata të qytetit, që t'i jepin në dorëzim qyteti. Ata të qytetit dhe kryetanët shpërthyen me furi e vrrull shumë të madh në sulm kundër tij dhe i dhanë Haratin, ndërsa njëri prej kryetanëve, emrin Gjergj Aleksi, burr e Piriot, i solli për vdekje me një të goditur dyfeku në kryk. I sjellur në kamp në kal, i vdekur e pa frym, për plas përmbys, për tokë, përpara tendës së vet. Me vdekjen e tij tronditi gjithë kampi. Barbarët që humbën kështu kapedanin e vet, e mbetën pa krye. Gjatë natës së errët pas asaj dite, lanë rrethimin e qytetit të Krujës dhe u larguan në një hishtje fort të piktuar. Ata u ndalën dhe ngulën çadrat në një vend që quhet Tiranë, 8.000 hapa, pothuaj larg qytetit, ndërsa Skanderbeu, i cili po shkonte, kur kisha aguar më dita në kamp të barbarëve, e gjeti atë të zbrazur e të shkretë, por me shumë sterme, me plaçka e me ushqime pa e saktë që kishin lënë atje. Pasi u hoqi rrethimi dhe qyteti i Krujës mbeti i lirë, Skanderbeu, duke triumfuar mbi armikun, hyri fitimtar në të me gëzim e lavdit të pazakontë, duke lavdruar pastaj me të madhe publikisht gjithë ata të qytetit dhe kryetanët për trimërinë, besimin dhe qëndresën, i nderoi me dhurata dhe shpërblime shumë të mëdha. Por ndërkaq,
erdhën tek Skënderbeu, nga kampi i barbarëve. Ishin ngulur çadrat në Tiranë 2 kalorës. Ata ishin dërguar nga kapedanët dhe komandantët e kampit, me qëllim që t'u lejojë të largoheshin, dhe të shpëtonin vetëm jetën, duke lënë kampin huajt e stermet. Sepse kishin frikë se mos Skënderbeu bënte që të mbylleshin rrugët e shtigjet nga kishin për të kaluar, e vriteshin të gjithë. Skënderbeu thiri me njëherë në mbledhje gjithë kryetrimat dhe ushtarët e vet, me qëllim që të vendosnin se ç'duhej bërë për këtë, dhe të shfaqin mendimet e tyre. Ata që të gjithë bërtitën se armiku duhej sulmuar, se duhej luftuar gjithashtu me të shumë rreth. Skënderbeu përkundrazi foli atyre shkurt. Unë kam njohur që kur o burra, kryetrima, bashkë luftëtar të mi, burërim. Unë e njoh mjaft mirë trimërinë dhe qendresën tuaj, e të cilën e keni të meruar gjithmonë keq barbarin. E keni thyer në luftë, e keni bërë që të marr aratin. Dhe as që kam frikë se juve sot ju mungon guximi se ky armik gjithashtu kemi para syve, s'ka për të shpartalluar e për të dërmuar prej jush. Por duhet mbajtur parasysh po ushtar të pashoq. Duhet sjellur shpesh në mendje ajo fjalë të urtë. Të kërkosh në kohë të qetësuin është shmenduri. Përkundrazi, ti kundërshtosh asaj për çfarëdo arsyeje, kur të shtrëngon koha apo nevoja është urti. Perëndia na e dërgoi neve fitore nga qielli, pa hekur, pa përleshje, pa vrasje. Qyteti u lirua, e që na kërcënonte çdo ditë mbaroi. Ushtria e tij u ambathi. Jemi në paqe, jemi në qetësi. Çdo gjë po na qesh në buzë në gaz. Përse të kërkojmë luftën? Përse të dëshirojmë stuin e keqe? Përse të provojmë fatin e verbër dhe të pasipër? Ju e dini sigurisht, ushtar, se sa i pandrejshëm, sa i pakorrigjueshëm është gabimi i Marsit. Me të vërtet, qofse gabimi bëhet në raste të tjera, e mund të qortohet e të ndrejshë. Por pas gabimeve në betejë, zbetet më vend për ndrejqje. Prandaj ata kapedanët e vjetër, por të lavdishëm, nuk kanë dashur aq që ushtrit të jenë të panumërta, sa që të jenë të stërvitura në armë, sepse përfundimi i përleshjes, fundi i luftrave që nuk është në dorën tonë, por më tepër në dorë të fatit. Është i dyshim i pasigurt. Armiku duhet t'ia kesh gjithmonë frikën kundërshtarin dhe duhet ta nënçmosh kur ta përbuzësh, kur përkundrazi. Edhe pasi të ketë marrë fund lufta, pasi të jetë arritur fitoria, duhet patur më pak kujdes se sa në fillim. E nuk duhet ndeshur apo përleshur ndonjëherë me armikun, pa menduar mirë. Prandaj, nëse ne do të duam të provojmë luftën me armikun që kemi përpara, nëse do të provojmë fatin, der jetën dhe punën tonë, e cila tani më ka shpëtuar dallëve dhe është në vend e në liman të sigurt, do ta shpijem lart qorf në një rrezik e gjendje kritike shumë të madhe. Bëjeni zap vrullin tuaj, prenojeni zjarin e zemrës. Mjaft është fitoria që kemi arritur. Shumë kemi triumfuar mbi armikun. Duhet të jeni të kënaqur me gjitha ato kërdira, me gjitha ato mjerime që i keni shkaktuar armikut dhe me mbarësitë aq të mëdha të fatit. Ju ka qeshur e ju ka ecur gjithmonë siç e keni dashur. Shikoni pastaj këto forca të panumërta dhe gati të pambaruar të barbarëve, të cilët nuk janë sigurisht ndonjë llumë njerëzish, por lulja dhe ajka më e mirë e gjithë ushtrisë së Mehmetit. Bura nga më të zgjedhurit, e nga më trimat, të gaditur e të stërvitur në luftë, të armatosur, veç kësaj prej nevojës, cila është shigjeta më e fundit dhe më e madhe që nuk dëshirojnë asgjë, përveç përleshjes me qëllim që të kenë. I tregojnë priesit otoman ndonjë trimëri të shënuar, si shpagim për vdekjen e Ballabanit, kapedanit të vet. Dhe me të vërtet, barbarët po shtihen dhe somni mua, se dëshirojnë të na dorëzojnë, bëjnë sikur kanë frikë, dhe sikur i ka zënë të meri.
Unë i di gënjeshtat dhe dredhit e tyre, i di kurthet dhe lëpërit, me të cilat merren me të madhen, kur do herë njerëzit e tillë. Asgjë sigurisht nuk dëshirojnë më tepër se sa mundësin për të përleshur, se sa për ta marrë hakun nga ne. Kështu ushtar, duhet të ruajeni po pat mundësi, të mos hyni në luftë me këta, të mos e provoni fat. E po mirë ta zëm se këtu, s'pas ka asnjë dhelpri, asnjë dredhi. Ata veç që të gjithë po thuaj janë tërbuar, kanë humbur çdo shpresë për turp e mjerim. Duke dyshuar për çdo gjë, ata strëmben nga asgjë. S'ka gjë më të neverishme se sa të përleshesh me ata të cilëve vetëm një shpëtim u ka mbetur. Të mos shpresojnë asnjë shpëtim për veten e vet. Lufton me guxim ai që e sheh se si ka mbetur asgjë, se s'ka asnjë shpresë. Ç'të them më? Edhe sigur t'i shuajmë të gjithë, apo t'u japim aratin. Kjo nuk do të arrihet pa të keqen tuaj, pa shkatrim, pa gjak, pa humbje të jetës suaj. Prandaj ushtar të mi, fort të dashur, po më dëgjuat mua. Po pranuat këshillat e mia, me siguri që ne do t'i dërmojmë ata pa luftë, pa hekur, sepse barbarët po vuajnë nga mungesa e çdo gjëje, dhe sidomos e ushqimeve në mungesë të të cilëve ushtria thyet pa hekur. Do mbyllim rrugët e shtigjet, me qëllim që të mos ketë se si t'u vi ndonjë ndihmë apo ushqim. Ka që ne të forcojmë me një ushtri trime dhe me çdo mjet mbrojtje e qytetin ton të Krujës. Në këtë mënyrë, këta të mbyllur, kështu dhe të rrethuar nga çdo anë, do të shuhen nga uria më e zezë dhe do të shëmben nga themelet pa hekur, pa luftë.